Nisma qytetare në moto ndalo dhunën ndaj gruas kanë protestuar mes ditën së premtes para Ministrisë së Drejtësisë. Jemi të revoltuara, ne jemi femra dhe nuk heshtim më. Në shenjë simbolike, ata lyen rroba me bojë me ngjyrën e gjakut, duke kërkuar kështu që çdo njeri nuk mund të pranojë që në vitin 2013 të ndodhë një dhunë barbare si kjo e ditëve të fundit. Shoqëria civile ka kërkuar një zëri t'i themi stop fenomeneve të tilla që marrin jetë njerëzish. Ne qytetarët e këtij vendi nuk mund të pranojmë në vitin 2013 një dhunë mesjetare dhe barbare, si këto që po na dëgjojnë veshët e po na shohin syt kohët e fundit. Drejtësime kërkojnë nga strukturat të cilat i paguajmë, i zgjedhim dhe nga të cilat presin të bëjnë drejtësi. Gruaja shqiptare është sot simboli antihumanizmit, padrejtësisë gjyqësore dhe asaj socioekonomike. Protesta e sotme nuk i drejtohet vetëm kasapanës familjare dhe asaj shoqërore, por të gjithë sistemit kriminal e makabër që ndihmojnë të zhvillohet çdo ditë nëpërmjet heshtjes dhe mosreagimit. Ndërkaq qeverisja Luarasi ka kërkuar që shteti të vendosë një moratorium për të gjithë krimet që ndodhin brenda familjes. Duhet të kemi një moratorium për të gjitha ngjarjet dhe për të gjitha krimet që po ndodhin kohët e fundit brenda familjes. Në qoftë se shteti vendos një moratorium dhe e fut dhunën në familje me dënimin e saj maksimal për ata njerëz që vrasin gratë e tyre, pa diskutim që unë mendoj që kjo do të ndikonte në mënyrë drastike në uljen e krimit brenda familjes. Moratoriumi duhet të përfshijë dhe mungesën e amnistive, sepse nuk duhet të ketë amnisti për njerëzit që vrasin brenda familjes. Vetëm brenda një jave, krimi në familje kapi shifra alarmante që u kanë marrë jetën 3 grave, të cilat mbetën viktima nga bashkëshortët e tyre.